Selam aleikum hoq, si që ndrën dispozita atyre të cilët dëshirojnë të agjerojnë, mirë për shkak pleqërisë dhe smundjes nuk kanë arritur të agjerojnë muajin e shejtë, Allahu e shpëlbeft. Aleikum selam, amin dhe juve që të ashtu. Dietarët kur kanë folur për këto dy lloj kategorive të njerëzve, kanë thënë se ndohen edhe disa në ndeka. Kategoria e parë është smundja, ato të cilët janë të semur dhe nuk kanë arritur që të agjerojnë muajin e shejtë Ramazanit për shkak smundjes të cilën e kanë posedu dhe pritet shërimi i shpejt, atëherë kanë thonë duhet për këto dy të cilët nuk i ka agjeruar të i kompenzon mas muajit të shejtë Ramazanit. Ndërsa kategoria e dytë, domethënë tek smundja, nëse ato persona nuk kanë arritur të agjerojnë muajin e shejtë Ramazanit për shkak smundjes të cilën kanë apo të smundjes të cilën posedojnë dhe nuk pritet shërim, atëherë këto lejohet për këto persona që ta shpaguajnë domethënë agjerimin. Si duhet bëhet? Të ushqehet për çdo ditë nga një person me një ushqim mesatar. Ndërsa lejohet edhe një metodë tjetër, si kanë thënë dietarët, për shembull si ka vepruar edhe Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku një prej viteve ka qenë i dopt, ka qenë dhe i semur, nuk ka arritur që ta agjerojë muajin e shejtë të Ramazanit, atëherë në fund i ka tobu domethënë 30 persona dhe i ka gatuar, domethënë i ka ushqy 30 persona. Lejohet domethënë bëhet dhe tubimi i 30 personave, domethënë për 30 ditë të agjerimit, brenda një ditës domethënë me ushqy ato persona. Ndërsa kategoria e dytë janë ato të cilët janë të shtirë moshë, qoftë ka gjenia mashkullore apo gjenia femërore, nëse janë të shtirë moshë dhe për shkak moshës të cilën e posedojnë nuk kanë mundësi që të agjerojnë dhe ato lejohen domethënë ta bëjnë shpagimin duke mos agjeruar, por duke bërë vetëm domethënë shpagimin duke i paguar për ditë të ushqejnë njëjtë sikurse puna e smundjes. Mirë po tek methebet, dietarët kanë ndryshuar mendime. Për shembull tek methebi Hanefi lejohet që kjo të bëhet edhe me pagesë, për shembull këtyre personave të jepet pagesa apo të shkohet për shembull tek xhamit apo ato ku i të bëjnë parat, për shembull me këshir për tan muajin, sa kanë qenë domethënë ditët të cilët nuk i ka agjeruar, edhe ta bëjë shpagimin me para, ndërsa tek methebi Shafii, methebi Hanefi, Maliki dhe methebi Hambeli kanë anuar në mendimin se duhet patjetër që shpagimi të bëhet me ushqim. Këto janë mendimet të cilat dietarët kanë përmend, Allahu dhe më së miri.